bashkëpunimi mes institucioneve të kohës, qoftë atyre jugoslave, për fat të keq edhe të Shqipërisë, sepse ata do kalonin nga Shqipëria, pra rekrutët shqiptarë që do t'i bashkoheshin disa bataljoneve kundër pushtuesve, pra Gjerman të kohës që po flasim. Ishte një farë lloj marrëveshje mes Shqipërisë e kohës dhe Jugosllavisë që të kalonte pranë për Shqipëri dhe të shkonte në Tivar. Pra masakrat më të njohura janë në qytetin e Mitrovicës, në Vushtrri, pra po filloi pe veriu të Kosovës e po vazhdojmë deri në Tivar. Pra tërë Kosova ishte në gjendje lufte dhe në gjendje krimi të bërë nga Serbia, pra për masakra më rëndësishme që duhet ne t'i dhëm një farë lloj krahasimi me masakrat e fundit në Kosovë ishte masakra e Tivarit, se si u arrit pra të shkonin njerëzit atje dhe të masakroheshin pse në Tivar kur atë gjenocid pe bante në territoret e Kosovës së sotshme. Çfarë ndodhi dhe si ndodhi masakra e Tivarit? Masakra e Tivarit për fat keq nuk është studiuar shumë dhe nuk kemi burime të kohës që ta dëshmojmë sakt, por për falje mbjetesës së shqiptarëve të kohës që ishin pjesë përbërës asaj masakre, kanë lanë gjurmë dhe kanë lanë histori të shkruar që besa, por edhe historinë orale që ne si historian dhe historianët para nesh kanë dokumentuar dhe kanë filluar të shkruajnë për të. Se çfarë ndodhi në masakrën e Tivarit, pra mendohet që në mars të vitit pra 1945, një grup nga Kosova pra do të fillonte rrugën për në Tivar, kinse për të bërë luftë kundër pushtuesit gjerman. Pra njëherë duhet të mbështesin partizanët jugoslav dhe ata shqiptarë të bashkëpunonin kundër forcave gjermane. Arritën të shkonin, është diçka me ecën kam prej sot pe Kosovës në Tivar, këgja është një farë pune edhe këgja na vy një kohë e caktuar, por lema të shkonin të armatosur. Por këta kishte menduar regjimi jugoslav mirë, i kishte shpartalluar, pra i kishte qarmatosur të gjithë ata rekrut tashmë të cilët ishin bindur që do të luftonin për çlirimin e Kosovës dhe viseve tjera që për fat të keq nuk pedinin që po shkonin drejt të humbjes së jetës së tyre dhe ma mirë themi edhe rreth idesë së qartë për bashkimin me Shqipërinë. Pra ideja ishte që ato të shkonin, por për fat të keq u prej në Bes, ku ata të gjitha armet e tyre pra u larguan dhe nuk u lanë të merreshin me vetin, kinse sa atje duhet të shkonin më të poshueshëm dhe jo duke bartur armatim dhe ushqim, por për gjatë rrugës ju do të keni pra pushime e gjëra të tjera, por kjo ndodhi krejtësisht e kundërta. Për gjatë rrugës Prizren Tivar, pra do të ndërmerrshin aksione duke vrarë 2-3 njerëz që po shkonin. Pra derisa shkuan në Tivar, sipas të dhënave të folura, pra kishin arritur që të shkonin 2000 persona, pra prej një grupi 4000 që ishte nisur nga territoret e Kosovës, do shkonin vetëm 2000, që kjo na lën të kupton që 2000 njerëz janë vrarë dhe janë torturuar ose ndoshta kanë vdekur edhe urije dhe sa i përket ushqimit, pra s'kan pasur jetesë, por kjo na tregon fakt të gjallë që 2000 persona ndoshta nuk kanë mujtë të gjithë të vdesin nga aspektet e natyrës, por ka pasur edhe gjenocid mbi pushkatimet e tyre për gjatë rrugës, ku sipas të mbjetuarve të asaj masakres ka mendime që vetë qoftë se ka lëvizur nga rreshti, pra është pushkatuar ose është nalur me pushu, është pushkatuar nga ata oficer serbo-malazez. Ndërsa në Tivar, pra është marrur një urdhër, nuk dihet se nga kush erdhi, për ekzekutimin e mbi 2000 shqiptarëve, pra që kishin mbjetuar për gjatë rrugës e Prizren Tivar. Nuk e dim se kush ka marrë vendim, historia nuk e njeh ende atë se kush e mori vendimin, nuk kemi dokumentacion të shkruar. Për fat të keq as shteti shqiptar sot arkivi nuk posedon një dosje të veçantë për atë se çfarë ndodhi në Tivar, duke pasur parasysh që gjithë ajo kolon për 4000 veta është ka kaluar në territorin e Shqipërisë për të shkuar pra në Tivar. Kjo dëshmon që qysh s'ka mujt shteti i kohës si Enver Hoxhës me pas kontroll pra në shtetin e vet, ku ne dim se çfarë sistemi ka përdorur Enver Hoxha në sigurimin e shtetit vet, edhe pse ishin fillimet e qeverisjes së tij, por unë kam bindjen të plot që ai dinte sakt se si do të merrnin procedurat pra
drejt Tivarit, si të shkoni edhe si ato vrasje që po dëmin. Por për fatkeq nuk kemi dokumente të shkruara ndonjë raport zyrtar apo mjekësor të periudhës së kohës se çfarë kishte ndodhur, sidomos në territorin e Shqipërisë në këto vite që ne po flasim.